emision mundësohet nga ISP Broadcast. Nga Makudos në ndeshit të ndëruar shikues. Rezultati final I zgjedhjeve pritet kumtohet nga KQZ shumë shpejt. Edhe ata që me gjas kanë pasur në mendje të konsumojnë një mal ankesash për numrim votash të deputetëve, qoftë brenda llojit, qoftë përgjithësi, duke që mund të heqin dorë nga një rezultat qartësisht I ditur se kush është fituesi dhe kush janë humësit. Në këtë muaj mbase do të mund të ftohet dhe seanca konstituive e kuvendit, të krijohet shpejt kuvendi I Kosovës, rrjedhimisht edhe qeveria, por tema e presidentit përsëri po e mban në ankth në interesin të madh gjithë publikun kosovar. Edhe partitë politike kanë ftuar për analizë ish diplomatin Blerim Canaj. Blerim, faleminderit për kohë. Faleminderit për ftesën. Tema presidentit përsëri po na troket duke na paralemru, s'po them për ngërç, sepse rezultati është I qartë, mbasi zoti Kurti me këtë fitore kaq të madhe, më shumë mori vota se sa me 14 shkurt vitit 2021, nuk do ta shmang përpjekjen, po them për platformë koalicioni me ndonjërin nga partitë politike. Kur flasim për ngërçin, unë mendoj që ngërçi nuk ka vetëm për formimin e qeverisë dhe për ta zgjedhur kryetarin e parlamentit. Mirë, po zotit Kurti nuk I garanton absolutisht vazhdimi I qeverisë pas marsit, nëse edhe më tutje zoti Kurti Këmgullshët mos e shfrytëzoj atë që e ka prioritet politika, përkatësisht kompromisin. Pse? Për shkak se në sistemin tonë politik, pozita e presidentit është një farë balancimi, se në qoftë se presidentin e merr dikush I cili është komplet 100% në vijë me zotin Kurti dhe lëvizjen vetvendosje, atëherë ku është balanca. Dhe ajo që po mundohet që të paraqitet këtu si e kryer, ashtu ta them, 50.02%. Jo patjetër duhet mirët ashtu blanko, për shkak se në fund të ditës ne I kemi 99.02 që dëshirojnë diçka tjetër. Dhe për këtë arsye sistemi parlamentar kërkon një kompromis, një bashkëpunim në mënyrë që të krijohet balanca. Në qoftë se partitë opozitare tashti e votojnë presidentin blanko, atëherë faktikisht po e votojnë një zgjatje të zotit Kurti, një zgjatje në kuptimin e ekzekutimit të pushteteve. Do të thotë ka qeverin, po I ndihmon që ta marrë edhe presidentin ashtu blanko dhe pastaj zoti Kurti do ta ketë kryetarin e parlamentit, kryeministrin, presidentin. Cili është kuptimi I demokrasisë atëherë në këtë vend? Atëherë ne nuk ka nevojë. Sa brengosën njerëz për këtë? Është e parëndësishme sa brengosën njerëz. Unë mendoj që politikan, deputet duhet ta kryejnë detyrën e tyre dhe të tentojnë që të mos lejojnë një rrëshqitje në ndryshim ndoshta edhe të sistemit politik. Për shkak se pse e thu? Dëgjoni. Në qoftë se e shehni Maduro I ka pas fitu 51%, kur I ka fitu zgjedhjet. Mirë, po në momentin që I ka kap gjitha, atëherë është bë Venezuela ashtu sikur që është bë. Unë nuk du të besoj që Kosovë varshet në diçka të tillë. Mirë, po du të jemi kujdesshëm dhe për shkak se thonë si qytetari I Republikës Kosovës kam votu. Mirë, po unë du që ata deputet të cilët e kanë marrë votën e popullit të mos shkojnë në... Po I drejtohesh taksativisht kujt? Absolutisht të gjithë deputet, PDK-s, LDK-s, AK-s, të gjithë. Që të kenë kujdes dhe të mos lejojnë që shteti ynë të rrshqas në diçka tjetër. Që nën kupton kjo? Që nën kupton që të mos lejojnë që shteti ynë të rrshqas në një sistem autokratik. Çfarë të bëjnë?
thjesht të përpiqen që ta ndalojnë këtë. Si? Dhe këtë ndalojnë me votë. Që Duke? të përpiqen duke ofruar që të diskutojnë me Zotin Kurti, që të mundohen që ta bindin për një kompromis, dhe Zoti Kurti gjithashtu të tentoj që të ofroj kompromis për shkak se hipotetikisht po themi këta e votojnë. Zoni Osmani tha, po nuk qëndrua në sallë, ju e dini çfarë ju pret. Shumë në U paraqit me një gjysmë, nëse mund ta them kërcënuese ose Shumë mirë, në rregull siç është parë nga tjerët si shantash. Në rregull është ajo farpune se zonja Osmani e ka drejtën e botës që të tentoj edhe të provoj prapë bëhet presidente. Si cili person që Taktizim legjitim, po. Po, pra, absolutisht, kërkush s'ja mohon ata. Por, deputetët e partive opozitare e kanë obligim moral dhe ligjor që ta ruajnë kushtetutën dhe sistemin politik të cilin ne e kemi këtu. Dhe të mos lejojnë që shteti që të rrëshqas, po e përsëris, në drejt autokrasisë, ndoshta edhe diktaturës. Por shkak se, për 4 vite lëvizja vetëvendosje e ka etabluar sistemin e saj deri diku. Çka i ka mbet? I ka mbet gjykatat, pa i kap, madje ka fillu edhe prokurorin. Disa i ka kap, disa jo. Kur kapet edhe kjo, neve historia na ka tregu që ka pas persona apo politikan të cilët e kanë ndryshu sistemin pastaj gjithmonë duke i sulmue sistemin juridik të shtetit. Por shkak se ligji është ai që i ndalon shumë sene, prej antikës e mes jetës është folë për sistemet qeverisë dhe ndarjen e pushteteve. Për këtë arsye ekziston, pra. Për këtë arsye ekziston parlamenti, ekziston ekzekutivi dhe ekziston pastaj gjykatat, si pushteti ndar. Dhe nëse se i fut gjitha në grosht, atëherë gjykatës do të jetë kryeministri, thjesht një farë sunduesi do ta kemi. A i ka fitu zgjedhjet Zoti Kurti? Po, absolutisht po. Me një rezultat? Bindës. A e ka meritu, a e meriton që ta ketë pushtetin? Po, absolutisht po. Askush nuk ka të drejtë që sot ti thot ti ke fitu ashtu apo kështu. Thjesht i ka bo blosht gjatë zgjedhjeve. Edhe ju ka tregu shpeshherë në shpesh kur po e dëgjoj këtu anë shkojmë në zgjedhje. A dini çka i bjen ajo? As u lodh ende, por pyetja është, çka dallon në qoftë se tani i ka Kurti 50% plus dhe opozita ja voton të gjitha dhe nëse dalin në zgjedhje dhe i merr 70% plus Kurti dhe i voton vetë. Ku është dallimi? Thjesht 70% që i pastaj argumenton këtë. Qytetari i Republikës Kosovës po don kështu. Largohet përgjegjësia nga deputetët të cilët kanë marrë votë. Kurti dhe Osmani po i mban oponentin në një parashikim traumatik. E dini çfarë ju gjen, po shkuan përsëri në zgjedhje. Dhe aktualisht Zoti Kurti nuk i ka garantuar asnjë gjë zonis Osmani, se mund t'i bëj votat. Së paku deri tani. Se që ndodh në prapasken, numri i votave në zgjedhjet e fundit ka treguar që Zotit Kurti nuk i dohet Vjosa Osmani. Por shkak se i ka 470.000 disa vota. Edhe dini çfarë numri është ai? Askush ason nuk kam besu që i merr aq. Po bëhem shumë i hapur dhe i sinqert. Ason nuk kam e kam ditë që fiton, por shkak se është pa fryma, është pa edhe që partitë opozitare janë shumë të zbehta. Dhe më shumë kanë bërë betejën mes vetes se sa që ta mundin Kurtin, dhe kjo ka qenë e qartë, por nuk kam besu që Zoti Kurti do t'i arrin 470.000 vota. Dhe kjo është mesazh edhe për partitë opozitare, edhe për zonjën Osmani. Thënë trash shkurt shqip, Kurti me këtë ju ka tregu, absolutisht sen nuk më duhni. Asnjëri prej tyre. Por, në qoftë se Zoti Kurti i futet një bashkëpunimi me partitë tjera, cilën do të qoftë,
tregon që nuk dëshiron që të rshas sistemi, për shkak se ne kemi pas edhe fenomenin rrugova, kur merrte një përqindje të madhe të votave, mirë po ne kemi dëgjuar këtër të lidhjes Ka ndarë pushtete me tjerë, po. Ka ndarë pushtete, pastaj besa edhe ka shku edhe ju ka thonë njerëzve qitni vota dhe tjetër ka se zbën gjithmonë krejta mi pas Një filozofi. Po, absolutisht. Dhe këtu ka qenë çështja e shtetit. Por friga ime është duke pasur parasysh përvojën gjatë këtyre 4 vjetëve ku i kemi pas 11 shkelje kushtetuese, ku kemi pas shkelje ligjore dhe askush nuk është mërzit për asgjë, vetëm një frikë kam që Zoti i Kurti e dëshiron pikërisht atë. E shpresoj që të mos jetë ashtu. A mendon që vërtet është i kënaqur? Esencialisht Zoti Kurti me këtë rezultat, edhe pse historik për të, asnjë lider nuk arriti votat që mori Kurti në këtë zgjedhje, në gjithë historinë e parlamentarizmit në Kosovë, por për shkak të detyrave të mëdha që presin Kosovën si shtet në marrëdhënie ndërkombëtare, ato që ka marrë në Bruksel dhe në orë dhe problemeve sanaj që ka Kosova për brenda. A mendoni që realisht Kurti është i interesuar që i vetëm ta qeverisë? Pyetja po më pëlqen shumë. Faleminderit. Në qoftë se e shohim si rezultat, si i tillë, në qoftë se edhe me këtë rezultat Zoti i Kurti nuk është i kënaqur, atëherë do të ishte çmenduri. Si 470 e sa mijë vota, edhe mos me qenë i kënaqur. Në qoftë se Zoti i Kurti është i pakënaqur për shkak se ka marrë shumë vota, duke pasur parasysh atë që e thatë jo, do të thot temat që e presin Kosovën dhe ajo mund të ndodhë, për shkak se në këso raste, në këso tema gjithmonë më e mira është që të ndahet përgjegjësia. Për këtë arsye, ndoshta edhe pikërisht për shkak të ndarjes së përgjegjësive formoheshin këtyre herë grupet e unitetit të gjitha partive e tjera. Detyrat nuk janë të lehta për asnjë qeveri që t'i zbatoj ato që i ka dhënë si zotimin në Bruksel dhe në orë. Absolutisht, për shkak se Zoti i Kurti po më duket e kam përshtypjen që vetëm tani ka filluar ta kuptoj se për çka është zotuar në Bruksel. Vetëm tani ka filluar ta kuptoj se çka është draft statuti i asociacionit, çka ju ofron ai pakisës serbe. Andaj mendoj që mund të jetë rënd për Zotin Kurti. Do thot, në qoftë se dëshiron që t'i kryej ato detyra dhe shtetit të ecë përpara, por në anën tjetër në qoftë se Zoti i Kurti dëshiron që edhe më tutje ta bllokoj Kosovën, mund t'i vazhdoj edhe 4 vite. Së paku drejt tash Canaj, nuk dha asnjë indikacion që hë garant Kurti për të bërë vota dikuj për president. Po. Deri tani ka thënë duhet formohet konstitut kuvendi, qeveria dhe ju ka referuar në pikpamje administrative. Po shiqo. Çështje të tjera. Thjesht mosvotimi Po dhe në ankth zonja Osmanit sipas jush? Po, mosvotimi i qeverisë nga partitë opozitare thjesht është mukorit. Kështu bukfalisht koritën nëse se votojnë. Se ta votojnë? Për shkak se ju ka tregu qarta zë që i mund kur don. I ka mujt, s'ka nevojë me përsërit, i ka bë blosht. E dyta, mosvotimi i buxhetit do të ishte gabim fatal. Nga ona e... A nuk dallojnë këto partitë të orientimit e tyne? Jo, pikpamje të zhvillimit, problemi është vendi është në rrezik, tash mosvotimi i buxhetit mund ta çojë vendin në kolaps. Mund të kemi pastaj edhe problemet mëdha sociale në këtë farë vendi dhe automatikisht bëhen bashkëpërgjegjëse edhe partitë opozitare. I bie kjo në shtrim ndaj Kurtit. Por jo si bie në shtrim këtë rast. Se të votojnë një buxhet që e don Zoti Kurti. Mosvotimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Sipas opozitës nuk është buxhet. Ai ka votat ashtu kështu. Po dhe. Ai ka votat ashtu kështu. Veç korritën nëse se po din mund të mos e trajtojnë si korritje. Po pra, sikur që janë korrit në zgjedhje. Zgjedhja janë korrit, red. Për shkak se shiqa, e ke pas një qeveri komplet të dështuar në shumë pika. Kemi qenë i vetmi shtet nën sanksione orid. I vetmi shtet kemi qenë nën sanksione, shtet i po them i ndërtuar bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
E keni pa çka ka ndodhur në Këshill të Sigurimit, bre. Edhe çdo parti opozitare nuk kanë qenë në gjendje me ndërtu një temë se Lemo Nikauz 2 vjet në sanksione. Edhe tjetra, u hoqën sanksionet, para mendo, Zoti Kurti dhe Lëvizja vetë vendosje e paraqitnin si sukses. 2 vite kishim nejt në blokad. Rrëfimi i Kurtit fitoi Edhe cara. fiton rrëfimi i Kurtit. Jo rrëfimi tjetër. Leje këta të opozitës, këta s'për politikës janë. Qëta, deri tashti, çka kemi pa në ta, sa herë që dënë, Albin Kurti i mund. Sa herë që dënë. Pse? Pse këta s'kan as dije, as guzim. Të dyjat ju mungojnë. Vetë fakti Kosova pa opozitë reale. Po me pyet Albin Kurtin, që të opozit, a i ka qef me majtë edhe sa t'jen toka me njerëz në Kosovë. Për shkak se me ta sa herë që dënë fiton. Kush o presidenti i Kosovës? Sipas jush, kush mund bëhet? Sepse tani po diskutojnë, në prapa s'ken emra ndryshëm, kush me kë mund bëj koalicion mbase Kurti e dëshiron dhe ndarjen e pushtetit kësaj here për shkak detyrat që ka Kosova. Në fakt po flitet e kam info nga vetë LDK-ja që po flitet për një koalicion të mundshëm në mes të LDK-s dhe VV-s. A arrihet apo jo nuk e dim, mirë po që ka përpjekje të ofrimit, po flitet për atë që zoti Uk Rugova mund të jetë diku. A do të jetë kryetari i parlamentit apo president? Ta shohim. Për shkak se gjithmonë ne e dim që në demokraci këto ndodhin, do të thotë deri në ditën e fundit, po ditën e fundit mund të mos parafrohen në një temë dhe pastaj të dështoj gjithçka. Unë e shoh këtë si shenjë të mirë, t'ju them të drejtën. Për shkak se sistemi ynë politik thjesht gjithmonë është më mirë kur ka koalicion. Që i bie, që Zoti Kurti ju ka treguar ku e ka në vendin gjatë zgjedhjeve. Asi kërkoi Kurti vetë LDK-s pas të shkurtit të hyjë në koalicion, edhe pse u trajtua si përpjekje nën hile. Shisha, ajo gjithçka tjetër ka qenë, vetëm ofertë nuk ka qenë. Te votuesi fitoi rrëfimi i Kurtit. Po. Apo në këtë votim. Për shkak se leadershipi i LDK-s ka qenë çaq i dopt që s'ka mund me sqaruar se çka po ndodh. Cila zgjidhja e Abdigjikut në këtë situatë? Ta çaj LDK në koalicion? Zgjidhja e Abdigjikut është të hap krahun. Hap krahun. Po. Exitin, dalin. Po. Zgjidhja e Abdigjikut është të hap krahun dhe të lëshoj rrugë. Për shkak se Abdigjiku ka dështu. Shiqat, e ka sjell partinë në 13%. Unë kam jetu gjatë në shtetet demokratike dhe e di që në këso raste kryetari një partije duhet dalë të kërkoj falje edhe të tërhiqet, po jo si kur Memli Krasniqi të thotë unë po tërhiqem e po e preferoj këtë, po të tërhiqet dhe preferencat ja lë pastaj partisë. Për shkak se nuk Gjithë procesi për konstituimin e qeverisë dhe platforma për ndarjen e pushtetit po ndodh në një kohë canaj kur kemi një LDK tepër të dobësuar nga një rezultat i 28 vjetorit, e cenuar mbase në këtë proces. Po, dhe për këtë arsye, jo vetëm LDK-ja, por secila parti opozitare duhet të kërkojë rrugë të reformës, do të në kuptimin e ndryshimit dhe reformës së ideve, jo të njerëzve, për shkak se s'mund t'i heqësh njerëzit dhe t'i gjush. Mirë po të kërkosh një leadership, ai që i prin partisë, që ka energji dhe dije, që ka se karizmën edhe që vendos ndoshta me në rast dhe kostumin dhe kollaret i pluros në rrugë. Apo? Sakt. Dhe të hizdor nga akomodimin e jetë luksi. Absolutisht ajo. Dhe të bindet votuesi që kanë idealizëm dhe kanë insistim për ta përfaqësu. Uk Rugova po është një president të mundshëm. Eventual. Kush tjetër mund të jetë? Që mund ta bëj një shkputje, ta them koha ashtu, një model që nuk është si zonja Osmanit, se zonja Osmanit peshini si... Po të trajtohej dënjësisht familja Jashari, do të thotë,
unë do të shija edhe dikon prej familjes Jashari. Mirë po nuk do të dëshiroja që familja Jashari të keq përdoret, sikur edhe të lejoj të keq përdoret, sikur që po ndodh shpesh. Do të thotë, po të ishte ashtu, unë mendoj që qysh tanin, po të ishte një emër nga familja Jashari, qysh tanin do duhej që të diskutonin të gjitha partitë së bashku që ta merrnin emrin. Por, jo që emri i dikujt prej familjes Jashari të dalë pasi të kollaboj gjithçka edhe që t'i qesin në pozita të këqija deputetët. Për konsum pushteti, po. Po. E fundit, ç'ti bëjmë zonjës Osmani? Zonja Osmani mund të jetë ministre e jashtme. Mund të jetë. Ministre? E jashtme. Është platformë në politikë, se cili... Që ajo ka qenë presidente, tashti ne mund t'i kem qindra kritika për zonjën Osmani, edhe unë kam qindra kritika për zonjën Osmani, mirë po për shkak të ruajtjes së balancave dhe për shkak të kontakteve të cilat i ka ndërtu gjatë kësaj periudhe, mund t'jetë një opcion që ajo ta drejton diplomacinë. Me siguri jam i bindur që e drejton shumë më mirë se sa Donika Gërvalla. S'po them perfekt, s'po them që zonja Osmani është në nivelin e Enver Hoxhait për shembull, por e drejton shumë më mirë se sa Donika Gërvalla. Peshë si ministre të Kurtit. Po pra, pse të kujt ndryshe. Si të kujt ajo zonja Osmani e Kurtit është. Këto tjera jo LDK janë, jo guxo janë llafe. Pse a ka listë guxo në Kosovë? Formalisht po. Formalisht po në del lista guxo vetë në zgjedhje këqyre sapi përqind po i merr. Kurti tregoi që me rezultatin 28 dhjetorit votat i mori edhe pa vjosa Osmanin. Paskë. Po aty është ajo gjithkohën unë këtë po duhet ta them. Albin Kurti i ka tregu edhe zonjës Osmani, po edhe të gjithë të tjerëve që nuk i duhet kërkush për mi fitu zgjedhjet. Edhe të mos e harrojmë një fakt. Zoti Kurti i ka fitu zgjedhjet vetë. A e keni pa listën e deputetëve të VV-s? Kujt ja kish i qit votën jo, tash s'po du ashtu se është në rregull. Po, kur ishe listat tjera, kur ishe listat TAK-s, LDK-s, PDK-s, do të thotë deputetëve, secila listë ka emër më interesant se sa lëvizja vetëvendosje. Unë ju garantoj që shumë pak njerëz e votojnë lëvizjen vetëvendosje për shkak të figurave që i kanë listë. Albin Kurti i fiton zgjedhjen vet. Pik. Këto përfundon. Dhe të tjerët kanë një rrugë. Po pra. Ta ndëgjojnë Kurtin thu, pas po cenohet kështu demokracia mo. Ne jemi në të vetëm se s'po e shohin. Të falenderoj Canaj për Nderos kohën. juve. Lutem. Taci. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.